LSDM-ja akuzon Vëmërot DPMN se pas një periudhe të gjatë kritikesh dhe akuzash për tradhti, tani po ndryshon qëndrimin e saj dhe po paralajmëron mbështetje për ndryshimet kushtetuese. Sipas tyre, kjo përbën kulmin e hipokrizisë dhe dëshmi të mungesës së qëndrueshmërisë në politikat e partisë opozitare. Pas muajsh të tërë fushatit e ashpër në të cilën na akuzonin se po e shesim identitetin, tani vetë paralajmërojnë përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Qytetarët e shohin qartë se bëhet fjalë për mashtrim politik, thuhet në reagimin e socialdemokratëve. Nga ana tjetër, Vëmërot DPMN ju përgjigj me kritikat e ashpra ndaj LSDM-s, duke akuzuar për një politikë shumë vjeçare të lëshimeve dhe kompromiseve në dëm të interesave kombëtare. Sipas tyre, LSDM dhe udhëheqja e saj janë të gatshme për lëshime të reja në lidhje me gjuhën, kulturën dhe historinë, me qëllim që të vinë ose të qëndrojnë në pushtet. Çështja e identitetit dhe historisë nuk duhet të jenë objekt pazari politik. Qytetarët janë lodhur nga premtimet boshe dhe lëshimet e vazhdueshme që nuk sjellin rezultate në procesin e integrimit evropian, thuhet në reagimin e Vëmërot DPMN-s. Partia thekson se vendi ka bërë tashmë lëshime të konsiderueshme në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por se besimi në këtë proces po bie për shkak të, siç thonë ata, premtimeve të paplotësuara. Kjo përplasje akuzash vjen në një kohë kur ndryshimet kushtetuese janë sërish në qendër të vëmendjes publike si një kusht kyç për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian.